Bashkia e Vlorës ka dalë sot në një njoftim për mediat, ndërsa thotë se në bashkëpunim me policinë e qarkut ka nisur aksionin për lirimin e hapësirave publike të zëna nga automjetet e parkuara në mënyrë të paligjshme. Ky aksion synon rikthimin e trotuarëve dhe shesheve publike për qytetarët, rritjen e sigurisë rrugore dhe përmirësimin e qarkullimit. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Bruna Mersini, theksoi se respektimi i hapësirave publike është detyrim ligjor dhe qytetar. Aksioni i ditës sotme me suportin e Policisë së Shtetit dhe Vjet Drejtori në teren ka konsistuar të gjithë subjektet që operojnë me licencën e automjeteve me qera. Të gjitha subjektet që operojnë makina me qera operojnë në sipërfaqe publike të përbashkëta. Dhe ka qenë një thirrje ndërgjegjësimi sot, duhet të lirojnë këto hapësira dhe jo vetëm kaq, por të gjitha makinat e parkuara kudo, makinat të cilat me kalimin e viteve janë lënë në sipërfaqe të përbashkëta publike, është një thirrje që gjithë qytetarët të fillojnë t'i heqin, sepse ne do të vazhdojmë t'i lirojmë këto hapësira dhe këto makina pas njoftimeve publike t'i sekuestrojnë dhe t'i çojnë në pikat e ruajtjes. Drejtori i Policisë së Qarkut, Elidon Çela, u shpreh se strukturat e policisë do të jenë në terren për zbatimin e ligjit. Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorë, në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Vlorë, janë duke ndërmarrë masa të shtuara për lirimin e hapësirave publike. Policia e rendit, policia e qarkullimit janë në terren për të konstatuar çdo shkelje, çdo zonë të hapësirave publike dhe të qëndrojnë fort për ndëshkimin e shkelcëve, jo vetëm me masa gjobe, por dhe me heqjen e mjeteve me karrotrec. Përfitojmë nga rasti ku do të thirrë gjithë qytetarët të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të respektojnë drejtë dhe drejtat e njeriut të lëvizjes ndihmë me hapësira publike, të cilat janë për të gjithë. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat e parkimit në funksion të një qyteti më të sigurt dhe më të jetueshëm.